mundohet me politizu me tragedi në rrugë. Për shkak se do me prit raportin e policisë, që pastaj e tregon të gjithë vërtetën. Për plotësje ka pas shpifje prej kryetorit të Roma, 2 shpifje rrovazi. E para ka qenë se aksidentin ka dosh me anvesh dhejot në autostradë, siç e dini aty rruga ka qenë e pastruar, nuk ka ardhur si pasojë e dhejot, prandaj është shpifja dhe shpifja e dytë e tij të kryetorit Roma gjithashtu është diçka që është e papranueshme kur mundohet me politizu me tragedi në rrugë. Është e papranueshme, me lënë të ndjerin dhe familjen e tij të qetë, me uru ngushëllime, po s'ka qenë si pasojë e dhejot në autostrada. Prandaj unë refuzoj, unë s'kam reagu për shkak se do me prit raportin e policisë, që pastaj e tregon të gjithë vërtetën, por këtu politizimet me vdekjet në rrugë është e papranueshme për gjithëkan. Nuk mundemi me u marr me njerëzit e vdekur në rrugë dhe pastaj mi politizu ato. Këtë e ban kryetori Roma, është pas skrupull, por nuk është që plasmamenti.